tim, ju qeni të rinj mirë se erdhët. Unë që Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Tani, sot është e diel, edhe koha është shumë e bukur. Dhe ne me emrej nuk ngritëm nga ora 11, sa u bëm gati nga ora 11:30 dhe vendosëm që të dilim të hanim mëngjes diku. Shkojmë hëngrëm, jo mëngjes, brunch, se vajtë ora 12 derisa dolëm ne. Dhe pastaj mua më ngrit reati që të shkonim ande nga liçeni sepse ka shumë diell. Vajtëm andej, hëngrëm nga një akullore, e morëm tek ai Sorrento, ai riu që ka dalë, që është bërë para ca kohësh, se s'kisha qenë ndonjëherë. Dhe duke u kthyer për në shtëpi tani, Emreja thot, do ikim të luajmë bowling? Dhe mua të them të drejtën më ka marrë malli shumë që të luaj bowling, po thash jo, se kam një mal me gjëra për të bërë, kam për të edituar videon, kam për të larë, për të fshi, për të vendosur rroba në përvende, se je kurosa dje. Edhe duke u kthyer më merr Aleksa në telefon dhe më thot, nga liçeni jeni thot, se do vi dhe unë. Thash jo, po kthehemi, ku je ti, jam filan vend. Dhe ne ishim aty afër. U takua me Aleksën dhe i thot Emreja, do ikim të luajmë bowling, i thot. Okej, thot Aleksa. Tani, unë erdha në shtëpi, sepse, një nga këta thonjt që vendoset tek topi i bowling, mua më ishte thyer, edhe më është thyer brenda në mish. Kështu që erdha në shtëpi që ta pres këtë thonjë, që të mos gjakosem atje, mos bëhet ndonjë cen, ndonjë budallallek, të lemirisemi. Preva edhe këtë tjetrin e kisha që e kisha, se edhe ky do vendoset aty te topi i bowling. Dhe thash, po marr edhe juve me vete, se kam ca kohë që s'kam bërë video, se videot e tjera janë, ato që keni parë përpara, janë filmuar para shumë kohësh. Dje që thoni ju, unë hoqa dëmballën e pjekurisë, dëmballën e fundit më në fund të pjekurisë, këtë që kisha lartë majta, që më kishte dalë kështu nga anash. Kisha 2 javë, 3 javë diçka e tillë që po më çante shumë faqen, isha bërë plag, është bërë kështu si grop aty. Edhe vendosa ta hiqja, dhe shkova tek Esi, aty ku kam hequr edhe dëmballën tjetër që e keni parë edhe juve te video. E ka hequr kaq kollaj, domethënë ajo e heq me dalt, që hap ato muret rreth e qark, edhe pastaj nëse është e zorshme që ta nxjerrësh me dalt, merr atë pincën. Në një moment më tha mua, do ta heq vetëm me dalta. Edhe unë qisha, jo, po me atë pincën do e përdor që janë po këtej. Pastaj tha, prit do ta përdor, tha se s'po e heq dot. Edhe e hoqi e shkuli, unë nuk e mora vesh e shkuli, nuk e ndjeva fare kur e shkuli. Zero, pavarësisht se kisha frikë, kisha nga që vuajta me këta dy të tjerët, të them të drejtën. Edhe mu duk sikur thjesht ju shkëput pinca. Edhe thash na hoqe me shëndeta. Dhe si më fal, edhe por ja kështu me gojë hapur, thjesht u shokova ngela. Dhe mendoja se do e vuaja shumë edhe do isha keq nga faqet edhe kështu. Po jam super për të ngrënë ha si normalisht. Okej, këtej nuk po ha se kam frikë se mos më mbushet vendi. Po që jam yll fare. Hajde t'ikim tash se u bëmon. Hajde. Tutsi për tutsi. If the energy's right, 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 right. If the energy's right, energy. Energy. If the energy's right, 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 energy. Energy's right, 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 right. If the energy's right, 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 right,
If the energy's right. Next day. Ne erdhëm dje në shtëpi, që nga ringu që ishim për të luajtur bowling edhe bilardo, pastaj unë direkt u ula për të edituar, dhe pastaj fillova po bëja punë të shtëpisë, kam fshirë, mbarova së rregulluari rrobat që kisha e kurosur, lava edhe banjin, bëra edhe një dush, edhe harova që nuk isha filmuar fare. U kënaqëm shumë, ishte hera e parë që shkonim tek bowling dhe te bilardoja, te lojrat atje te ringu, domethënë, ishte shumë lezetshëm, interesante. Dhe më mirë, do më thënë, okej, te i qëtuja ajo bowling është më e madhe dhe ka më shumë lojra edhe gjëra për të argëtuar, po tu ishte afër, s'kishim nevojë të merrnim as makinë, as turban, as ku digjon, dhe kaluam një ditë të diele të bukur. Tani sapo erdhëm nga puna, u bëm gati për në palestër. Do doja shumë që ty merja sot në palestër me mua, me vete, por duke qenë se herën e kaluar që mora kamerën edhe po filmoja për një video në Instagram, nuk më pëlqeu një veprim i një instruktori që unë isha duke filmuar. Ai ishte duke kaluar prapa kamerës time. Kamera nuk e kapte fare as atë as klientin e vet dhe e merr boti kamerën, e ngre, i ze pamjen, e lëviz, i ndron pozicionin pa asnjë lloj arsye. Edhe më la pak shije të keqe. Në momentin që do dua të filmoj edhe t'ju tregoj edhe juve ushtrimet që bëj në palestër, do shkoj në një ditë të shtunë, sepse të shtunave zakonisht është thuajse bosh, ka shumë pak njerëz, e kam mbajtur edhe një tjetër të shtunë. E kam bërë edhe video në pak në Instagram. Edhe të shikoni se ç'bëhet. Sot ama tani, duke qenë se ne kishim dal, edhe kishim marrë makinën, tash me që jam këtu po ju tregoj edhe gjërat që kam marrë mos mikën dritat. Gjërat që kam blerë për makinën tek Temu që ju tregova edhe më përpara që kam marrë sa gjerka. E para punës një, mora nga këto varset që e vendos kështu këtu prapa, edhe var çantën. Ja kështu. Kjo kishte edhe një lule këtu. Jo, kishte flutur të zezë, po unë nuk ja kam vendosur se duhet ta ngjitesh. Ajo që kam marrë tjetër është kjo mbajtja e telefonit, që më duket shumë e mirë deri tani. Okej, lëviz sa kështu, po do ta rregulloj këtë. Mora këtë mbështjellsen, veshjen e timonit, është kështu me lule, me flutura, bukur. Mora këto për këmbët. Emria shi si e ka bërë. Edhe këtu, ka edhe mbrapa. Kam marrë dhe dy mbështjellse të tjera veshje për timonin. Është kjo e kuqja, kjo është kështu si lëkurë. Është edhe kjo tjetra që është robë. Edhe ka që në gjërat e makinës, ja këto fluturat që tash. Cutesy. Me kaq do e mbyllim videon për sot, tani duhet të shkojmë në shtëpi edhe të bëjmë punët, sepse ngjelim gjithë ditën jashtë. Sa vajti ora? Ora 5:20. 5:30. Crazy. Po më dhe koka, vdiqa. E keni parasysh kur doni të bëni shumë gjëra njëkohësisht, edhe si është ajo shpreha, hapeni si vaj në lakra, dhe pastaj përfundoni duke mos bërë asgjë? Në këtë fazë të jetës jam unë. Dua të bëj shumë gjëra, dua të merrem me YouTube-in, dua të merrem me Instagramin, dua të bëj shumë bashkëpunime, dua të hap ndonjë biznes timin që akoma se kam menduar se çfarë është. Jo domosdoshmërisht do jetë me arkitekturën, por mund edhe të jetë me arkitekturën, nuk e di, kam shumë gjëra këtu. Edhe gjatë ditës jam shumë me hallakato, shumë e shpërndar dhe si përfundim haroj të bëj mbylljen e videos. Kështu që prandaj sapo erdha që të bëj mbylljen tamam të kësaj videoje, megjithëse mund ta kishë edhe pa mbyllje, por nuk më pëlqen ta lash ashtu. Më vjen kështu sikur nuk ju them mirupafshim edhe është turp. Gjithsesi, ju e dini shumë mirë, por ritemi dhe më pëlqen dhe faleminderit. Do ju falenderoj
në çdo video që do kemi rritje të ndjeshme ndjekësish. Edhe e di si është puna? Kush është ndjekës i ri, të më shkruaj koment tek videoja, sa po u bëra subscribe dhe do i përshëndes tek video e radhës. Si mendoni? Sa më shumë ndjekës të rinj, aq më shumë përshëndetje, kështu që të dyja palët përfitojmë nga një gjë. Mos harroni siç ju thash, të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe në TikTok dhe bashkë të shihemi tek videoja e radhës. Ju putë, ju përqafoj të gjithëve. Bye!